sepse ka pasur një ditë tjetër për çështje drejtësie, të cilën më kaloi në kallëzim terren, dhe këtë proces e ka pasur në Simania. Kam kaluar shumë periudhësi, thënë të drejtë, shumë periudhësi, të cilën edhe gjyqtarët jo kam thënë prokurorëve, jo kam thënë tavolinë. Ajo që e kam djerë për ta thënë, se realisht drejtësinë në Shqipëri nuk ka. E theksova edhe më parë. Personat që janë të afërt të gjyqtarëve dhe të prokurorëve kanë kapur ligjin në Republikën e Shqipërisë, sepse i kanë kanë ngrohtë edhe fajtë të tjerëve, gjyqtarë të tjerë që janë të afërt të gjyqtarëve dhe prokurorëve i paguajnë dikush tjetër. Dhe kjo është për ta keq. Pra ligji nuk është i parapartë në Shqipëri për të gjithë. Ligji është i thëmuar. Dhe këto padrejtësi që vendosen nga ana prokurorisë, nga ana e gjykatës së arrin deri aty që krisë shumë mes gjykatës së apelit të Tiranës, të cilën këtë rast po trajtojmë domethënë në shumë seriozitet si media botërore, kryesisht media franceze. Sepse kryeministri i Shqipërisë vjen në votë thonë, në Shqipëri ka drejtësi, në Shqipëri është shtat demokratike, jemi para se evropian, por do të kërkojmë në Shqipëri. 100 vjet mbrapa Europës ka Shqipëria, sidomos për gjithë, domethënë drejtësia shqiptare. Sa persona ke të burgosur në burgje shqiptare, që vuajnë dënimin kot. Dhe sa prime janë pa domethënë që janë detyruar të bajnë hakmarrje, janë detyruar të merren për një drejtë të tyre. Sepse nuk ka drejtësi. Si rasti i Kalas. Ai po ishte i drejtë në vendimet që do merrte, nuk do shkonte deri aty sa të ekzekutoj në momentin kur po jepte një verdikt. Në këtë detyrës, ai nuk u vra në rrugë, nuk u vra në shtëpi, por u vra në sallën gjyqësore. Dhe kjo tregon shumë vrasja e tij në sallën gjyqësore. Po në çdo palë gjyqësore, ashtu sikur keni qenë ju, një palë do mbetet e pakënaqur. Me sa kam dëgjuar në shumë vende raste të ngjarjet që ngjarjet që kanë ndodhur në fillim të kësaj rasti ka nisur në vitin 1993. Nga viti 1993, 2025 do kishte kohë të mjaftueshme për ta zgjidhur konfliktin. Po të ishte në mes kanuni, e tha me sinqeritet, po të ishte në mes kanuni, po ta kishte lënë trupi gjykues në dorë kanunit, në dorë të pleshnisë quhet, do ishte zgjedhur konflikt. Pra kanuni do ta kishte zgjidhur. Në mënyrë absolute, kanuni do ta kishte zgjidhur. Absolutisht, sepse fillimisht mbledhen dy palë, si themi ne, nga dy anët. Ulen, bisedojnë, ama si në zakon tjetër. Nuk ka dhe të kodë qërësim, po jam trup shikues dhe ndoson. Nuk ka ty rushfete që marrin para. Nuk ka ty prokuror. Nuk ka ty policë. Kanuni ka rregullat e veta. Malsori gjithmonë ka ecur me rregullat kanonore. Dhe kanuni ka zgjedhur me shindra konflikte. Jo, ka raste që e din mirë e din trupi gjykues i veriut, si të shkodës, mirëditës, lejës, ka raste që trupi gjykues ja ka në dorë kanunit. Një konflikte, do të thënë, ka shumë raste, konflikte të tilla, ja kanë në dorë kanunit, të cilën përgjegjësia e atij vendi i ka zgjedhur në mënyrë personale. Atëherë ju po thoni që këtë zgjidhi kanuni këtë rast. Ta zgjidhi kanuni, por nuk ka drejtësi të ta zgjidhë kanuni. Pra, mungesa çoi në vetë gjyqësi sipas kanunit, po thoni ju, në mos ju ka jo sipas kanunit, se kanuni nuk tregon mirë. Kanuni tregon bashkëbisedim me ulëhash si termine dhe me mani vendim. Një vendim të drejtë dhe një vendim të barabartë. Që të dy palët të jenë të kënaqur. Sepse kanuni nuk thot me pra. Ndërsa ndjerja stiti ka vlerën zakonet të malësorëve. Ka shkel traditën e malësorëve. Dhe kodin e ndërgjë, kodin ndërgjë është kanuni. Sepse asë të kalaj, të japet të drejtën, dikuj tjetër për tokën e të parëve mi, kjo shkelje
me dy pamë të identitetit tim, traditës time dhe rregullave kanonike. Por vështirë që në një proces, ashtu sikur e diskutuam edhe pak më lart, që të mbesin të kënaqur të dy palët, qoftë edhe kanuni besoj që të futet. Dëgjoj, kanuni e ka i meri lind të keshin, i keshi lind nga i miri. Pra po vrave dhe një të kesh, është bazë me një të mirë. Dhe kupton drejt? Astriti nuk po e flasëm për Astriti, sepse ky proces është në vitin 1993. Sa kanë kaluar, do të thënë krishtar në këtë proces. Por e fundit ishte rasti i vitit 2025, rasti i dijes, që për këtë rast u ekzekutu një kryetar i gjykatës, domethënë kryetar i gjykatës i thjeshtë i apelit. Dhe autori që apo ka bërë me temi ka shkuar majtmunës. Të lutëm, do të shikohet domethënë, do të shikohet edhe rasti i personit fjalë, të shkojnë të tjerë, të akuzojnë. Unë kam një nga ana mjete dhe sot personalisht një person fjalë që kanë filluar këtë gjykatën, por ama duke ndjekur shumë emisione nga media në tjetër, atë personat tjerë në banesën e këtij, në trollin e të parëve të tij, të më në fund dhe akuzoni, më në fund dhe denonsoni. Kjo nuk shkon. Nuk shkon. Kështu që unë nuk jam provrasjeve, ajo do të ishte një normal tjetër, do të ishte më serioze për ta zgjidhur konfliktin në forma tjera, por me sa duket ata kanë padordosur për ta bërë këtë, sepse varet se flitet pas relacionet me gjykatën. Pse nuk vrau për shembull një antar të gjykatës, por plumat ishin drejtuar pikërisht tek kryetari i gjykatës Asit Kalaja. Nuk I dim në të fshehur dhe bisedet që mund të jenë kryer mes ekzekutorit edhe gjyqtarit. Më lejoni të kthehem edhe një herë në fillim tek çështja juaj, po nga shkalla e parë, sepse ju nuk besoj që pretendoni padrejtësi vetëm nga apeli, por edhe nga shkalla e parë, pra komunikimet me prokurorët, me gjyqtarët, oficerët e policisë gjyqësore, gjithë trupa, sepse më thatë pak më lart se pa mbështetje nuk ka drejtësi. Edhe kur jam në emergjencë,